Luani. E adhuroj zërin e Adele. Këngëtarja pop dhe artisti angleze Adele ka një instrument zanor vokal virtuoz, mallëngjyes, teknikisht perfekt, intrigant, të thellë dhe të aftë të shpreh një gamë të gjerë emocionesh. Më shumë se kaq, ose më mirë se kaq, nuk di ta përcaktoj. I sigurt, zëri i saj, si në tonet e larta, edhe në ato të ulta. E megjithatë, unë, personalisht, nuk gjej asgjë interesante të këngët e saj. Fjalët janë të zakonshme, melodit nuk më sjellin ndonjë frymëzim të veçantë dhe orkestrimet nuk kanë asnjë gjë origjinale, asnjë origjinalitet, sipas meje. Këto që sapo thash kanë diçka të ngjashme edhe me këtë periudhë të jetës tënde, i dashur apo e dashur, domethënë Luan apo Luanesh, i dashur apo e dashur Luan. Je vallë në një situatë që edhe të pëlqen, po edhe të mërzit, kështu më duket. Një eksperiencë që në disa drejtime është shumë argëtuese, në disa drejtime tjera është monotone, dhe në qoftë se është kështu, çfarë duhet bësh? Më dëgjoj mua. Reago dhe shumë shpejt do t'i përmirësosh shumë gjërat. Me një fjalë, do të dalësh nga një moment të rutinë, që po të përdorim gjuhën e muzikës, nga një moment komercial, dhe do të kalosh në një fazë krijimtarie prej kantautori të suksesshëm. Dil nga kjo situatë rutinë.